Në fakt, të vetmi që janë duke shkel kushtetutën për momentin, janë pjesa e opozitës, për shkak që është tepër e qartë, e kemi thonë edhe më herët, po dhe vendimi i gjykatës kushtetuese dëshmon të njëjtën, ku si deputet je i obliguar të votosh për, kundër apo abstenim. Dhe më thonë janë 37 seanca, një 9. Se nuk e llogarita këtë pjesën e mahershme të komisionit, dhe më thonë ku nuk kanë marrë pjesë fare në votim dhe kjo është shkelje kushtetuese. Nuk është një randi ditës ku ndërlidhet me konstituimin e kuvendit, të japën 2 opsione për votim, me votim të hapun apo me votim të mbyllun. Është procedu me votim të mbyllun që të hapët rrugë për të hetë tutje në konstituimin e kuvendit. Këta refuzojnë, domethënë, të votojnë, edhe kjo është shkelje kushtetuese. Përveç asajna është mos respektim dhe shkelje e rregullore së Kuvendit të Republikës Kosovës, edhe deklarimi ku thuhet shumë qartë që gjatë seancës konstituive nuk lejohet deklarim përveç procedimit, domethënë, qoftë propozimit të emrit apo edhe domethënë votimit. Domethënë është mendoj shumë e qartë, shumë e thjeshtë. Tjetra, në mendoj që qasja e opozitës, sidomos në raport me të drejtat të cilat i kemi të përcaktuara dhe që janë të qarta për konstituim të kuvendit, populli ka dhënë verdiktin e tyre me votën e tyre. Domethënë kjo është vota, që të gjithë kemi obligimet e tona në bazë të asajna. Institucioni i Kuvendit të Republikës Kosovës është institucion kolegjial, për çfarë kemi kryetarët, nënkryetarët, është i përfshirë opozita, pozita. Domethënë është diçka që është e përbashkët në të cilën duhet hecëm tutje dhe funksionimi i Kuvendit të Republikës Kosovës është përgjithësi e përbashkët në fakt, edhe kur formohet kryesia, domethënë vendimarrja të tjera. Kështu që nuk ka sens në fakt, dhe sidomos nëse thirrën ato që kanë njohuri në pjesën e interpretimit të gjykatës kushtetuese apo edhe rregullave të cilat janë të përcaktuara, nuk ka sens, domethënë që të thuhet se ne po e shkelim kushtetuese. Presidentja mund të marrë rol në këtë rast, është thënë dje që mbase duhet me ridërgu në kushtetuese, qoftë për të sqaruar pjesët që janë të mjegullta, pra nuk dihet se çfarë do të bëhet pas afatit 30 ditësh dhe këto interpretimet që janë të ndryshme nga ju prej anës së partisë. Unë mendoj që kemi pas mundësi të mira të hecim tutje, janë dhënë disa opsione edhe më herët, jo vetëm tani kur kemi marrë interpretimin e gjykatës kushtetuese, ku është thirrë edhe takimi i dieshëm ku kanë marrë pjesë që të gjithë liderët, domethënë, politik, dhe ka qenë një mundësi e mirë, mendoj, që të hecim tutje. Ka pas edhe propozime edhe të mëhershme dhe të takimeve dhe propozime se si dalim nga kjo situatë, të cilat nuk kanë qenë të marrën parasysh. Në as të një moment të vetëm, unë nuk kam pa as të një propozim konkret që ndërlidhet me formën se si duhet, domethënë, të konstituohet kuvendi nga ana e opozitës, domethënë për mua këta janë bllokues. Në rast se dështon zonja Haxhiu në votim të fshehtë tha se do të rriqet, do të propozohet emri tjetër. A mund të jeni ju emri tjetër? Nuk do të thonë që mund të jem unë, mund me qenë edhe të tjerët. Unë mendoj që zonja Haxhiu ka bërë një hap shumë të rëndësishëm për të ecë përpara. Por nuk janë është çështje vetëm të kuptojmë diçka. Është çështje që merret vendim për brenda një subjektit politik. Vetëm ta shpjegoj një diçka. Emri im është, e kam thënë edhe më herët, emri im është propozuar, nuk ka qenë sinqert, nuk ka qenë, unë mendoj që edhe në atë kohë edhe po të ishte propozuar si në pjesë fillestare të këtij procesi, emri im nuk mendoj që do më kishin votu, duke marrë parasysh se si kanë qenë sjelljet edhe mendimet kur kam qenë nënkryetare, domethënë ende pa mbrite te kjo pjesë. Edhe tjetra, unë i përkas një subjekti politik, cilit ne i marrim vendime në të drejtat tona të cilat na përcaktohen me ligje dhe kushtetuese. Nuk mundet një subjekt tjetër politik me determinu rrugtimin tan politik. Është e pa kuptim, ta më kupton. Edhe partia ju ka të hapur mundësi. Por kjo çështje që diskutohet për brenda, dhe merret vendim për brenda. Nuk shkon me fontan dëshirash. Po patjetër, po besoj edhe ju pyetni për vullnetin e juaj nëse është një nga propozimet edhe emri juaj. Vullneti juaj që gjithsecili prej neve, gjithsecili deputet i lëvizjes vetëvendosje merr përsipër obligimin dhe përgjegjësinë e cila i caktohet, e cila është në interes
të vendit dhe për të ecë përpara. Do të thonë, gjithëherë shohim cila është në interes dhe do të thonë cila është për të mirën e vendit.